brother, it is so good to see you. Ajo natë duke se refuzonte të ecte përpara. Çdo sekond të ajo derë zvishej, e fryhej si një pespëritje e hidhur që nuk mbaronte kurrë. Nëse nga brenda restorantit dritat kristalore përhapnin një ngrohtë si falso, mbi tavolinat e mbuluara me copë sateni, jashtë, mbi trotuarin e ftohtë, çdo pikë shiu që ra mbi xhaketën e Arbenit dukej se peshonte sa një gur i rënd. Uji i ftohtë që i pikonte nga flokët i shpëlante pluhurin e kantierit nga fytyra, por nuk ja lante dot skuqjen e hidhur të poshtërimit nga faqet. Renato kishte mbetur ende te pragu i dyerve të xhamit, me duart e futura në gjepat e pantallonave të tij tu xhedo, duke ndjekur me sy çdo hap që Arbeni bënte prapa. Në fytyrën e tij të lëmuar nuk kishte as më të voglin pendim, por vetëm kënaqësinë e ulët të një njeriu që besonte se sapo kishte mbrojtur dinjitetin e një mbrëmjeje elitare nga një prani e padëshiruar. Mos u kthe më prapa, thërriti Renato edhe një herë nga larg, me zërin që e priste ajrin e lagësh të natës. Nëse ke pak të mend në kokë, merr një taksi e shko në shtëpi. Ndëro ato rroba që mbajnë erë kanale vaj, e mos ja prish ditën Benit. Ai sot po hyn në një botë tjetër, ku ti e rrobat e tua nuk keni më vend. Të ftuarit e tjerë, të mbrojtur nën çadrat e mëdha të zeza që u mbanin rojet e hotelit, po ngjiteshin shkallëve duke shmangur zonën ku kishte ecur Arbeni, sikur edhe balta e mbetur mbi mermer të ishte ndonjë sëmundje e rrezikshme. Një burr me moshë të mesme, me flokë të thinjura e me një orë me gur të çmuar në kyç, e shikoi Arbenin me një buzëqeshje mospërfillse ndërsa i kalonte pranë. E shihni, i tha ai gruas që mbante për krah. Disa njerëz thjesht nuk e kuptojnë ku e kam vendin. Mendojnë se me që njohin dhëndrin, mund të vinë këtu si të dal nga kanali. Arbeni i dëgjonte të gjitha. Çdo fjalë, çdo përshpëritje e çdo të qeshur nën hund. Por ai nuk u kthye. Nuk lëshoi asnjë fjalë fyerjeje e nuk ngriti dorën. Gishtërinjtë e tij të ashpër e të qarë shtrëngonin fort, vetëm skajin e zarfit të mbrojtur brenda xhepit të xhaketës së punës. Brenda atij zarfi nuk kishte vetëm para apo urime të zakonta. Aty ndodheshin letra zyrtare me vull noterie e me firma të marra me mijëra orë mundi. Dokumentet që vërtetonin se kompleksi i ri i ndërtimit që po ngrihej në hyrje të qytetit, ai projekt miliona eurosh që po shpëtohej në ato momente nga punëtorët e tij në kantier, ishte regjistruar në emër të Benit. Arbeni kishte kaluar 8 vitet e fundit të jetës së tij duke punuar me trindërime, duke fjetur në kabinat e qelikut në përkantiere e duke ngrënë bukë me djath mbi thasët e çimentos. Vetëm që i vëllai i vogël të kishte një bazë të hekurt financiare e të mos uoste kurrë përpara askujt. Ndërsa po mbërrinte te porta e madhe e hekurit në dalje të rrethimit të hotelit, hapat e tij u ndalën për një moment. Ai u kthye mbrapsht. Përmes xhamave të mëdhenj të sallës kryesore, mes dritave të varura dhe tullumbaceve me ngjyrë të artë, ai mund të dallonte siluetën e Benit. I vëllai i vogël mbante veshur një kostum të zi, me një lule të bardhë te xhepi i krahërorit, e po buzëqeshte pranë nuses së tij. Beni duke i lumtur, i rrethuar nga njerëz me veshje luksoze që uronin e i trokisnin gotat. Arbeni buzëqeshi lehtë me vete, një buzëqeshje e hidhur, por plot dashuri të pajpur vëllazërore. Festoni, përshpëriti ai me zërin që i mbytej nga zhurma e shiut që rrite asfaltin. Festoni sot, por im vëlla nuk do të mbetet kurrë pa mbështetjen time, edhe pse sot më nxorët jashtë nga dera. Rojet e sigurisë e ndoqën me sy derisa ai doli plotësisht në trotuarin e rrugës kryesore. Njëri prej tyre, një djalë më i ri në moshë që dukej se u ndje keq nga ajo që sapo kishte parë, e shikoi Arbenin për një moment me prapambetje e keqardhje, por nuk guxoi të thoshte asgjë para kolegas së tij më të vjetër. Shiu po kthehej në një shtrëngat të vërtet. Arbeni ngriti kapuçin e xhaketës së tij fosforeskuese mbi kokë, nxori telefonin e lagur nga xhepi dhe hapi mesazhet. I fundit nga Beni thoshte: "O vëlla, ku je? Po të pres te tryeza kryesore, pa ty nuk e nisim ceremoninë." Arbeni e shikoi ekranin e telefonit, por nuk e shkroi dot përgjigjen. Gishtërinjtë e tij të mbuluar me pluhur e baltë dridheshin mbi xhamin e lagur.
Ai e mbylli telefonin, e futi sërish në xhep dhe e kthye trupin nga lokali i vogël e i thjesht që ndodhej përballë hotelit, në anën tjetër të rrugës, një vend modest me drita të zbeta, ku do të priste derisa e vërteta e kësaj nate të shpërthente vetë brenda asaj salle luksoze. Shiu po binte me një tërbuarje që dukej se donte ta shpëlante të gjithë qytetin, ndërsa pikat e mëdha e të ftohta përplaseshin me forcë mbi xhamat e lokalit të vogël e të vjetër që ndodhej eksakte përballë hyrjes madhështore të Palace Hotel. Këtu nuk kishte qilim të kuq, as drita kristali e as roje me kostume të zeza, por vetëm një neon të zbet që dridhej mbi derë dhe aromën e kafes së ngrohtë që përzihej me lagështirën e mbrëmjes. Arbeni hyri brenda me hapa të ngadaltë, ndërsa çizmet e tij të punës linin gjurmë të lagura me balt mbi pllakat e vjetruara të dyshemes. Ai zgjodhi tryezën më të veçuar të dritarja, një tryez prej druri ku drita e rrugës lejonte të shihje qartë çdo lëvizje që ndodhte përballë, te shkallët e restorantit luksoz. Kamarieri i ri i lokalit u afrua paksa i hezituar, duke e matur nga kokët e këmbët xhaketën e tij fosforeskuese e të mbuluar me një llavaji. Por kur Arbeni ngriti syt, kamarieri pa diçka të ai shikim që ja hoqi çdo dëshirë për ta gjykuar. Nuk kishte turp, as pafuqie, por vetëm një dinjitet të thellë, të qëndrueshëm e të palëkundur. Ai porosit vetëm një çaj të ngrohtë me mjalt, me zërin e tij të ngjirur nga ajri i ftohtë i kantierit. Ndoshta çdo kush tjetër në vendin e tij do të kishte marrë një taksi për t'u larguar sa më parë nga ajo skem poshtëruese, do të kishte shkuar në shtëpi për të larë baltën, për të mjekuar duart e qarë dhe për të mbyllur telefonin nga inati. Por Arbeni nuk mund ta bënte këtë, sepse besnikëria e tij ndaj Benit ishte ndërtuar mbi sakrifica shumë më të mëdha se sa fyerja e ulët e një kushëriri të pasur. Teksa priste çajin, Arbeni futi dorën e tij të madhe e të ashpër brenda xhepit të brendshëm të xhaketës së punës, i cili ishte projektuar të ishte i hermetizuar e plotësisht i mbrojtur nga uji. Ai nxori prej ande një zarf të bardhë të përmasave të mëdha, të palosur me shumë kujdes që të mos dëmtohej. Zarfi ishte krejtësisht i pastër, duke krijuar një kontrast të fortë me duart e tij të nxirra nga hekuri e pluhuri i betonisjes. Me kujdesin e një njeriu që mban në dorë gjën më të çmuar në botë, Arbeni hapi kapakun e zarfit dhe nxori letrat që ndodheshin brenda, ku nuk kishte thjesht një kartolinë urimi me fjalë të bukura e me ngjyra festive, por dokumentet e pronësisë zyrtare të një kompanie të re ndërtimi e projektimi të regjistruar plotësisht në emrin e Benit, akt notarialin e një apartamenti modern në qendër të qytetit me të gjitha detyrimet e paguara deri në qindarkën e fundit, si dhe një palë çelësa të reja të lidhura me një shiri të kuq me të cilët Beni dhe nusja e tij duhet të nisnin jetën e tyre të re. Për t'i siguruar këto dokumente, Arbeni nuk kishte fjetur më shumë se 4 orë në natë gjatë 8 viteve të fundit. Kishte punuar në 2 ndërrime në kantiere të ndryshme kur Beni studionte në fakultet, dhe kishte shitur makinën e vetme që kishte për t'i blerë të vëllait kostumin e parë zyrtar. Ai e dinte se familja e nusës së Benit kishte prejardhje të pasur dhe se ata e shikonin Benin me pak skepticizëm për shkak të origjinës së tij të thjeshtë, ndaj kjo ishte surpriza e tij e madhe për natën e sotme. Ai donte që imvëlla të ngrihej në këmbë të tregonte se nuk kishte ardhur me duar bosh, por se kishte prapa një perandori të vogël të ndërtuar me punë të ndershme. Arbeni i buzëqeshi lehtë letrave, i palosi përsëri me pedantizëm, i futi brenda zarfit të bardhë dhe e ktheu sërish te xhepi mbrojtur i xhaketës. Pikërisht në momentin kur telefoni i tij mbi tryez drodhi sërish dhe ekrani u ndriçua nga mesazhi i Benit që e pyeste me dëshpërim se ku ndodhej, duke i shkruar se nusja po e pyeste pse nuk po e nisnin trokitjen e gotave dhe se ai u kishte thënë të gjithëve se pa ardhur i vëllai te ajo tryez nuk do ta ngrite gotën e parë. Arbeni e mori telefonin në dorë, me gishtërinj që i qëndruan mbi tastierën digjitale për disa sekonda teksa mendonte t'i shkruante të vërtetën se e kishin përzën rojet dhe kushëriri nuses të dera sepse ishte me rroba pune. Por ai e dinte mirë se Beni ishte gjaknxet kur bëhej fjalë për të dhe se do ta braktiste menjëherë altarit. Do të përleshej me kushëririn e nuses dhe e gjithë dasma do të kthehej në një skandal publik që do t'i shkatëronte jetën e re martesore. Prandaj Arbeni mori një frymëmarrje të thellë, e shtypën dhemb mbi dhemb dhe shkroi një gënjeshtër të fisme duke i thënë se ishte mirë.
se kishte një bllokim të vogël në trafik për shkak të shiut dhe se duhet ta vazhdonin ceremoninë e të trokisnin gotat sepse ai ishte shumë afër e po i ndishte. Ai e mbylli telefonin, e vendosi me ekranin poshtë mbi tryez dhe nga dritarja e lokalit vazhdoi të shikonte dritat e mëdha të hotelit, lëvizjet e të ftuarve brenda sallës, ngritjen e gotave të shampanjës dhe kameramanët që lëviznin me drita mbi kokë, duke qëndruar aty në errësirë e në shi me krenarinë e plagosur nga poshtërimi i të pasurve, por me zemrën e qetë sepse e dinte se dashuria e vërtet vëllazërore nuk matet me vendin ku uleshe në një festë, por me sakrificat që bën për ta parë. Tjetri në maj, i vendosur të priste derisa e vërteta e kësaj nate të shpërthente vetë brenda asaj salle luksoze. Brenda në sallën e madhe të restorantit luksoz, atmosfera kishte arritur në kulmin e saj festive, ku dritat e ngrohta kristalore pasqyroheshin mbi gotat e shampanjës dhe orkestra po luante një melodi të ëmbël mirëseardhje për të ftuarit. Tavolinat e mbuluara me copë sateni italian ishin mbushur me pjata luksoze e lule të ralla, ndërsa elita e qytetit po shionte mbrëmjen me të qeshura të kontrolluara e biseda biznesi. Mirë po, te tryeza kryesore, dhëndri i Beni, duke krejtësisht i shpërqendruar dhe i shqetësuar. Ai kontrollonte vazhdimisht orën e dorës dhe ekranin e telefonit, pa mundur ta fsheh ankthin që po i rritej brenda kraharorit. Nusja e tij e re e preku lehtë kraharori duke pyetur me buzëqeshje pse nuk po e shionte mbrëmjen. Por Beni thjesht u kthye nga organizatori i dasmës dhe i kërkoi të ndërriste muzikën për një moment. Kur erdhi momenti i fjalimit kryesor dhe trokitjes së gotave zyrtare, Beni u ngrit në këmbë, mori mikrofonin nga duart e drejtuesit të ceremonisë dhe afroi te goja. Por në vend që të niste urimet e zakonta apo falënderimet për vjehrin e tij të fuqishëm, ai hodhi një shikim të thellë e të kërkues mbi të gjitha tryezat e sallës, duke u ndalur te një karrige krejtësisht e zbrazët në krye të tryezës kryesore. Salla u qetësua me ngadalë, ndërsa të ftuarit po prisnin fjalët e tij romantike, por zëri i Benit u shtoi nëpër altoparlant me një nuancë të fortë shqetësimi e zemërimit të mbledhur, teksa ai pyeti me zë të lartë se ku ndodhej Arbeni, vëllai i tij i madh, duke deklaruar hapur para të gjithëve se njeriu më i rëndësishëm i jetës së tij nuk po gjendej te karrigja që i përkiste. Në atë moment, nga një prej tryezave anësore u ngrit me nxitim Renato, kushëriri i nuses, i cili me një gotë shampanjë në dorë dhe me një buzëqeshje ngërdheshse e cinike u afrua drejt pistës së vallëzimit. Renato lëshoi një të qeshur të lehtë e të mbytur para të pranishmëve dhe i tha Benit me një ton krejtësisht mos përfillës se mos duhet ta priste më atë punëtor me rroba të pista. Sepse ai kishte ardhur te dera kryesore me çizme me balt e me njolla, vaj duke mbajtur erë të rënd kantieri, por se rojet dhe ai vete kishin përzën me kohë jashtë rrethimit të hotelit, në mënyrë që ai njeri pa nivel të mos u priste figurën para të ftuarve vepë dhe të mos u turpëronte fotot e dasmës. Sapo ato fjalë dolën nga goja e Renatos, një heshtje e rëndë mbyt sera mbi të gjithë sallën luksoze. Muzika u ndërpre përfundimisht dhe fytyra e Benit u zbardh nga një tronditje e thellë që brenda sekondës u kthye në një zemërim të papërmbajtur, teksa mikrofoni në dorën e tij nisi të dridhej nga inati i madh që po shpërthente brenda tij. Beni e shtrëngoi mikrofonin aq fort sa gishtërinjtë i u bardhën, ndërsa sytë e tij u mbushën me një zemërim që i bëri të gjithë të ftuarit të ngrinin në vend. Ai e hodhi mikrofonin mbi tryez me një përplasje të fortë që bëri jehon në të gjithë altoparlantët e sallës dhe u kthye nga Renato me zërin që i dridhej nga revolta e pashprehur. Ai deklaroi para të gjithëve se ai punëtor me rroba të pista, ai njeri me çizme të mbuluara me balq që e kishin dëbuar si rrugaç të dera, ishte njeriu që kishte punuar 18 orë në ditë në kantiere të ftohta ndërtimi për të paguar çdo qindark të shkollimit të tij. Ishte vëllai i tij i madh që kishte sakrifikuar rinin, shëndetin e çdo ndërpersonale, vetëm që ai sot të kishte një të ardhme e të qëndronte me dinjitet para asaj elite. Salla ra në një heshtje të plotë mbytëse, ku askush nuk guxonte as të merrte frymë, ndërsa Kunati, nusja dhe familjarët e saj mbetën të shokuar nga turpi kur kuptuan se kishin poshtëruar shtyllën kurrizore të vet atij djaloshi që po festonin. Beni nuk priti asnjë sekond më shumë, ktheu shpinën nga tryezat luksoze, i hoqi lulet nga xhepi i kostumit të tij të shtrenjtë,
dhe doli me vrap nga dyert e mëdha, prej xhami direkt në rebeshin e shiut që vazhdonte të binte me tërbim mbi qytet. I ndjekur nga nusja e hutuar dhe dhjetëra të ftuar që dolën te shkallët për të parë se çfarë po ndodhte. Beni e gjeti Arbenin ende duke pritur te lokali i vogël përballë hotelit, i ulur pranë dritares me një çaj të ftohur përpara dhe me telefonin në dorë duke menaxhuar punët e urgentshme të kantierit. Kur pa të vëllan të dilte me vrap mes shiut, Arbeni u ngrit në këmbë, por para se të mund të thoshte ndonjë fjalë, Beni u hodh në qafë duke përqafuar me të gjithë forcën e shpirtit. Pa u shqetësuar as pak se kostumi i tij i zi e shtrenjtë po mbushej me baltë. Vaj e ujë të ftohtë nga gjaketa e punës. Dhëndri e mori të vëllan prej dore dhe e tërhoqi me krenari drejt sallës kryesore të hotelit, duke i kaluar përbri rojeve e Renatos që qëndronin me koka të ulura nga turpi. Dhe e meki të ulej eksakte në krye të tryezës kryesore, krah për krah me të dhe nusen. Të gjithë të ftuarit në sallë u ngritën automatikisht në këmbë duke duar trokitur me respekt e pafajësi të vonuar, ndërsa Arbeni nxori më në fund nga xhepi i tij i mbrojtur zarfin e bardhë me dokumentet e pronësisë dhe çelsat e shtëpisë së re. Por dhuratën më të madhe për të gjithë të pranishmit atë natë dha vetë prania e tij e papërkulur. Një mësim të pashlyeshëm jetë se njeriu kurrë nuk duhet të gjykohet apo vlerësohet nga rrobat që mban veshur, por nga djersa, sakrifica dhe ndershmëria me të cilën ai e mban me nder emrin e tij.